Këtë javë fillojnë foltorët në Shqipëri, jashtë Tirane. Dhe do vazhdoj në të gjithë vendin. Partia Demokratike është një parti e cila përcakton fatin e drejtuesve dhe anëtarëve të saj nëpërmjet votës. Në kushtet e një pluralizmi funksional, nuk ka asnjë dyshim që humbja e zgjedhjeve është kriteri më i shëndosh për dorëheqjen e atyre që drejtojnë. Por në kushtet e farsë elektorale dhe të narkoshtetit, në kushtet kur zgjedhjet janë farsë dhe jo zgjedhje normale, një akt i tillë do t'i shërbente diktatorit dhe atyre që shtypin pluralizmin. Një akt i tillë nuk mund të ndodhë përveçse me votën e demokratëve shqiptarë. Ndaj unë, Marcel, të ftoj të përdorish votën tënde sipas vullnetit që ke, ose të marrish pjesë në të gjithë garat e kësaj partie. Pra, edhe njerë, në kushtet të diktaturave autoritare, largimin nga misioni, qëndrimi në opozit është një mision, dhe largimin nga misioni bëhet vetëm nëpërmjet votës.